keni besim që deri tani lidhur edhe si ka shkuar protesta në shtator do ketë masivitet të protestës apo do vi drejt shuarjes? Ishte një protestë e domosdoshme për zhvillimet politike, ekonomike, sociale, të drejtësisë, të sigurisë dhe të bërjes kombëtare, të cilat janë pyetje tepërkërcënuese. Problemi madhor qëndron që gjërat duhet gjykuar me gjaktësi dhe me loje të thellë ligjore, hapësinore, kohore, rajonale dhe mëtej. Protesta kishte nevojë për zgjedhjen dhe emërimin e një leadershipi politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak, për realizimin e kësaj dhimbje të madhe popullore në një kohë afat shkurtë, afat mesëm dhe patgjatë, të partive në pushtet dhe të rrymave të caktuara me interesat saja, protesta po lodhet. Dhe me të drejtë janë analisti i njohur dje në gazetën Dita është bashkuar me mendimet e mia, e cila kjo protestë kërkon zgjidhje politike, sepse ne nuk jemi shtet partijak, po jemi shtet shumë partijak, dhe përfaqësimi i kërkesave të drejta për kësaj shumicë të madhe popullore duhet pasqyruar me kërkesa politike dhe pasaja në zgjedhjet e ardhshme të përfaqësohet në kuvendin popullor, kuvendi i cili transformon dhe rregullon të gjithë ligjshmërinë e drejtanishme që ka sjell pasoja këtij vendi. Nga viti 92 deri më sot janë një vazhdimsi ligjesh dhe vendime të Këshillit të Ministrave, të cilat i kanë hequr vlerat zbatuese kushtetutës dhe e kanë kthyer shtetin kryeministror, duke bllokuar veprimtarinë e pavarur të pushtetit legjislativ kryesor, pushtetit drejtësisë dhe presidenti i Republikës është kthyer noter. Pra, duhet revolucion komplet në përmbysje e këtij sistemi, sepse sistemi nuk rregullohet vetëm thjesht me rrëzimin e kryeministit Edi Rama, të zëvendësot një Edi Rama 2 apo nga një partia tjetër politike. Jo, kërkon përmbysjen e sistemit aktual që ka shpërbërë kushtetutën, anullimin e gjithë ligjeve dhe vendimeve të Këshillit të Ministrave janë antikushtetuese dhe antiligjore, për vendosjen e shtetit demokratik, ligjor dhe laik të Shqipërisë, e cila ka sjellë pasoja të mëdha në politikën e brendshme dhe të jashtme, në raportet me natat strategjik dhe çuditërisht Shqipëria po shkon te kolonializimit kryesisht nga Izraeli. Pra, protesta ka vlera të mëdha shpirtërore, e cila shpreh dhimbjen e madhe ku Shqipëria, por në qoftë se kjo nuk zgjidhet në rrugë revolucionare demokratike, për përmbysjen e këtij sistemi politik, ekonomik, social, shoqëror dhe të politikës së jashtme e cila është udhkryqe, nuk mund të zgjidhet kjo kërkesë e madhe që po bën kjo rini dhe kjo diasporë. Si e keni parë
deklaratat e zotit Rama, i cili është shprehur se kjo protestë e ka bërë që qeverisja e tij të jetë më e mirë dhe madje ka deklaruar që së shpejti do të merret dhe me çmimin e ushqimeve. Është kjo një propagandë apo është një seriozitet që Rama po e merr tashmë qeverisjen? Zoti Rama nuk mund të realizojë ato probleme që thash unë më parë, sepse ai është projektues dhe arkitekt së bashku me Sali Berishën, të cilën në vitin 2008 bën ndryshimin antikushtetues politik dhe ndryshuar kushtetutën e miratuar me referendum, vetëm në kuvend ku faktikisht gjykata kushtetuese do ta kishte anulluar, sepse ky ligj ishte bërë në referendum popullor. Pra, rregullimi i kësaj situate nuk bëhet me handre. Rregullimi i kësaj situate bëhet me përmbysje të sistemi kaq të korruptuar, kaq kriminalizuar, në vazhdim të njëri tjetrit dhe sollën pasoja shumë të rënda të zhvillimit politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak të Shqipërisë, të cilat unë i kam pasqyruar mjaft të mirë në librin e 9 që ka dalë në votim, rrugtimi i Shqipërisë për integrimin formal në NATO dhe Shqipëria sot pas sigurinë e bërkombëtare. Pas siguria dhe bërkombëtare nuk janë vetëm tanket dhe avionat. Është siguria juridike, siguria e pronës, siguria jetësore, siguria ushqimore, siguria që merret me pensionet, pra shumë ka tjetër koncept sigurie sotme. Dhe në sigurinë kombëtare janë dy elementë më kërcënues, korrupsioni dhe krimi organizuar, të cilat rrënojnë funksionimin e shtetit. Në këtë periudhë kaq të vështirë, zoti Rama merr vendimin e Këshillit të Ministrave dhe përcakton që presidenti, kryeministri dhe ministrat kur shkojnë jashtë shtetit të qëndrojnë në hotele 5 katëshe, me 5 hyje dhe të kenë dietën ditore 150 deri 170 euro. Dhe vazhdon pasaj me deputetët dhe zëvendës ministrat të qëndrojnë në hotele me 4 hyje, me dietën 120 euro në ditë e të tjera. A kupton që ai jeton në qiell dhe nuk ka këmbë tokë fare? Dhe vazhdon më teja të japi akoma lejen e paketës maleve dhe investitorëve strategjik duke kaluar gjithë pasurinë kombëtare të popullit në duart e oligarkëve shqiptarë të huaj dhe populli i ndershëm e lë zero. Pra, me asnjë lloj mundësie që dha të jenë pjesë e kësaj pasurie të tyre. Prandaj, mbledhjet propagandistike që bën turistike në Pogrades, në Kuç të Vlorës e të tjera, nuk kanë vlera për reformimin dhe revolucionin që kërkon populli. Nuk ka faj as zoti Rama, as zoti Berisha. Faji është që nuk është ligjëruar koha e qëndrimit të kryeministrave të maksimalisht 2 herë 4, 8 vjet. Duke qëndruar pa fat, ata kanë humbur vlerat demokratike dhe kanë kthyer veten e tyre në pozicion mbretëror, partijak dhe qeverisës. Pra, problemi është i thellë në ligjshmërinë demokratike që kanë vende perëndimore, me Angli dhe shtetet tjera të cilat e kanë 2 herë 4, 8, sepse njeriu mas 8 vjetë shëmbet gjithë vlerat që ka patur dhe është i konsumuar dhe kërkon të rrijë mbret ku ka humbur çdo lloj vlere dhe aftësie drejtuese të tejshme. Pas një lajmi në një gazetë franceze lidhur me shtetin Bektashi. Ai duhet Shqipërisë një shtet brenda shtetit? Kjo është shkelje flagrante e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë
pasi me kushtetues përcaktuar që shteti shqiptar është shtet unitar dhe në mënyrë kategorike me kushtetut nuk mund ndërtoshin hapësirat territoriale të shtetit të pavarur të Shqipërisë një shtet tjetër. Ky njeri rri dhe hedh idera dhe projekte të cilat kanë tronditur unitetin kombëtar. Me kushtetut është ndaluar në kategorike që ashtu quajtur në perspektivë shtetë bigdashit të marrë 11 hektarë në 28.000 km2, sepse nesër do kërkohet na krijojnë dhe shtetin e pavarur të Vorrë dhe Pirit, shteteve të tjera fetare dhe Shqipëria të shpërbëhet përfundimisht. Prandaj po e përsëris. Kemi probleme madhore në funksionimin e shtetit ligjor. Dhe më madhorja është kthimi në mbretër të dy vetave të Shqipërisë, në mbretëritë të partisë dhe drejtimit të shtetit shqiptar. Sepse kryeministra po drejtojnë shtetin kur shteti është tjetër koncept dhe qeverisja është tjetër koncept. Shteti ka 3 pushtete. Ka pushtetin legjislativ, pushtetin e drejtësisë dhe pushtetin ekzekutiv. Por pushteti ekzekutiv, kryeministri i pushton këto pushtete, atëherë mua fund shteti. Ky është problemi madhor që ne kemi e du të rregulluar. Shteti bektashi është anti-shqiptar, anti-kombëtar. Ashtu si kam shprehur edhe hapjen e konsullatës në Shkodër, e cila është në kundërshtim me ligjshmërinë dhe konventën e Vienës konsullatave, ashtu si janë dhe problemet tjera madhore të ishullit Sazanit, i cili nuk është thjesht një investim, por është një projekt i arshëm për të marrë në kontroll lidhjen e Adriatikut dhe Tionit si pika kryesore strategjike ishullore e Mesdheut, e cila bëri lidhje me Zvërnesin për të patur hapësirat e saja mëtejshme. Nuk po shaj asnjë. Unë flasë një kuadër i fushave të strategjisë të diplomacisë dhe sigurisë kombëtare. Nëse Rama mendon dhe e shikon ka kaluar çdo lloj kufiri dhe ka vetë ti jashtë kontrollit, është të mirë të adhëdheu të kombit dhe të ati personal ja dorëheqen të vazhdoj jetën e tij të mëtejshme dhe të shmangim vazhdimsinë e mëtejshme kësaj politike. Por me politike dhe parti që fajson ai nuk mund të rregullohet Shqipëria pa ndryshuar dhe anulluar të gjitha ligjet nga në dhe dyshi. Deri më sot dhe gjykata kushtetuese fatkeqësisht që flëgjum nuk po anullon marrëveshjet e Zërnesit dhe Sazanit, ashtu si anulloi marrëveshjet detare me Greqinë në 2009 dhe Shqipëria ashtu u kryq. Pra, si që shikon flas tepër qetë dhe pas një lloj pasioni, po shpreh në mënyrë shkencore kush janë zgjidhjet e një revolucioni demokratik këton Shqipëria për dalë nga këtë situatë kaq e rëndë ka hyrë.